Përshëndetje. Sot do të flasim për fjalinë e përbërë me nënrenditje sasiore. Pjesa e nënrenditur sasiore kryen funksionin e ngjajshëm me rrethanorin e sasisë. Tregon në çmas dhe në sasi kryet veprimi i shprehur nga pjesa kryesore. Lidhet me pjesën kryesore me lidhzat sa, saqë dhe aq sa. Ndahet me presje në çdo pozicion dhe pjesa e nënrenditur në shumicën e rasteve është e vendosur mas pjesës kryesore. Në rastet veçanta, kur ajo vendoset mas pjesës kryesore dhe lidhet direkt me kallëzuesin e pjesës kryesore, nuk ndahet me presje. Për shembull, dera u hap aq sa mund të kalojë me vështirësi. Pjesa e nënrenditur është vendosur pas kryesorës, ndahet me presje. Djali foli aq sa u lodh. Pjesa e nënrenditur është vendosur pas kryesorës, lidhet me lidhjen aq sa.